cili është shumë i rëndësishëm, sidomos në persona që vuajnë nga kolesteroli i lartë, vaj ulliri që nuk duhet ndarë nga tavolina, që është shumë i rëndësishëm. Më pas, frutat janë të domosdoshme për të konsumuar, frutat janë një burim i shkëlqyer antioksidantësh dhe ndihmon mjaft mirë në uljen e kolesterolit në gjak. Këshillohen pothuajse të gjitha frutat, nuk është se kemi përjashtime, por gjithsesi janë të mrekullueshme frutat në ngjyrë lejla, ku bëhet fjalë leshtrydhet, manaferat, boronica. Po kështu dhe kumbullat janë shumë të mira, qoftë për problemet e kapstikut, qoftë për problemet e sistemit të tretjes, të zorëve, ndaj këshillohen që të konsumohen shumë shpesh në personë që vuajnë nga kolesteroli. Por nuk është e thënë që shmangen rushi, frutet e thata janë shumë të mira për acidet yndyrore. Gjithmonë jo më tepër se një grusht. Po. Shkojmë tek e Intja, që shikoj të tasin me cornflakes. Në fakt, to cornflakesat, me që unë shikoj tasin, janë kaq të mirë dhe kaq të domosdoshëm për trupin, apo? Janë të mirë, gjithmonë nëse nuk abuzohet, është e rëndësishme për të marrë drithrat. Po. Po tani kemi të tërshërëm në cila po na... Në këtë moment, në këtë ditë e Intja kemi në fakt sanduiç me vezë. Se na duhet dhe vezë. Të gjithë personat që vojnë nga kolesteroli, nuk është e thënë që duhet kemë probleme me kolesterol, me vezën, me konsumimin e vezës. Në fakt këshillohen jo më shumë të konsumohet e verdha vezës se 2 herë ose 3 herë në javë. Verdha ka proteinën, apo? Po, por në fakt në këtë rast ne kemi sugjeruar që të konsumohet e bardha e vezës. E bardha e vezës është shumë e mirë në fakt, edhe këtu të paktën kolesterolin e kemi në një kontroll të plot. Dhe bëhet një sanduiç me vezë të bardha, me të bardhat e vezme me vaj ulliri, 2 fetat e bukës të thekur gjithmonë, konsumohen 2 mandarina, një gotë qumësht i skremuar, dhe pastaj kafeja ose çaji sipas dëshirës. Më pas dreka është një supë vegetariane me thjerza, bukë me të gjitha... Patjetër shoqëruar me bukë. Bukë me të gjitha drithrat. Një lajm i mirë për persona që duan që konsumojnë janë dashamirës të thjerzave dhe fasuleve, bishtajoret, bizelet, fasulet dhe thjerzat janë të shkëlqyer për persona me kolesterol. Janë të shkëlqyer pasi nuk përmbajnë shumë yndyrna, nuk përmbajnë pothuajse yndyrna fare, por kanë proteina shumë të nevojshme për organizmin. Gjithashtu këto me karar. Kuptohet gjithmonë një racion. Iku ajo koha kur mbusheshin pjatat 2-3 herë, sepse ti ndoshta konsumoje vetëm ato ushqim. Për të zëvendësuar ato 2-3 pjatet mjafton të përdorësh një sallatë, të përdorësh frutë, të konsumosh frutat. Tani një herë në javë 2 pjata fasule nuk janë keq. Po, mos e teprosh me të tjerat. Ditën e premte kemi një omlet me perime. Një omlet me perime shumë e këndshme, e cila përsëri konsiston ato të bardhat e vezës dhe me perime me zarzavatë, janë shumë të mira. Më pas një portokall, nuk duhen haruar 2 fetet e bukës së thekura, një lugë vaj ulliri dhe një gotë qumësht e skremuar. Dreka përsëri është 2 feta bukë thekre me mish pule, me sallatë jeshile dhe domate, lugë vaj ulliri, karota dhe darka. Pasditja është një portokall dhe darka janë makarona. Dita makaronave. Me domate, me salcë, me erza, zarzavate të zira dhe vaj ullirit patjetër, një lugë vaj ulliri. Mirë, në fakt, për të gjitha këto, sigurisht që duhet të jemi shumë rigorozë, mund t'i realizoj çdo tip, çdo person, pavarësisht problematikave që mund të ketë. Në fakt kushdo një organizëm ndryshon nga tjetri. Jo, po, edhe në qoftë se një person nuk vuan nga kolesteroli i lartë, nëse do të ndiqte atë dietë, do ishte një dietë e shëndetshme, pasi ju e pa kishte perime, zarzavate, frute, drithrat që janë në top të piramidës ushqimore, janë fasule, të cilat janë shumë të rëndësishme për organizmin, për fibrat dhe përmbajtjen e tyre të mrekullueshme që kanë, gjithashtu peshku që është shumë i rëndësishëm për të konsumuar, shmangen pak sallamrat, prosciutat, shmangen gjalpi, shmangen mango. Shumë e mirë, po shikoj ditën e shtunë, dita e ditës shtunë, ndërkohë që gjithë teleshikuesit mund ta lexojnë dhe mund t'i mbajnë shënim. Nila, kush ka më shumë kolesterol, meshkuj apo femrat? Kjo varet, në fakt ndryshon dhe mosha, në fakt femrave i shfaqet pas viteve 50, ndërsa meshkujt fillon tek vitet 40-45 të jetës së tyre. Në përgjithësi persona që kanë bipesh vuajnë nga kolesteroli. Niveli i kolesterolit LDL nuk duhet jetë më i madh se 135, në fakt kolesteroli në total nuk duhet të kalojë vlerën 200 mg. Këtu përfshihen dhe trigliceridet, i cili janë bashkimi i 3 acideve yndyrore, por që jo gjithmonë duhet jemi të kujdesshëm që mos ta kalojmë të vlerë 200 mg, pra 135 mg kolesteroli keq.
Ky kolesterol i keq, thash, shkakton mjaft probleme në enët e gjakut, pasi bën ngushtimin e tyre dhe në këtë mënyrë duke ngushtuar gjakun nuk ka një qarkullim të mirë, gjithashtu oksigjenimi i gjakut nuk arrihet në mënyrën më ideale të mundshme. Kjo është pse ne duhet pastruar nga skorjet e yndyrës që ndodhen nëpër vena, duhet bëjmë një pastrim total në mënyrë që të kemi një organizëm të shëndetshëm. A shikohet kolesteroli me sytë lirë? Ja? Absolutisht jo, janë analizat e gjakut. Në qoftë se kemi njerëz të më falë të diagnosur, absolutisht jemi të bindur që vlerat e kolesterolit duhet jenë tepër të ngritura tek te persona. Por kolesterol kanë dhe ata që janë të dobët, apo? Absolutisht po. Edhe në këta persona kemi yndyrën e cila akumulohet në enët e gjakut, pavarësisht se në dukje të jashtme nuk kemi ndonjë shenjë të dallueshme. Po. Iku dhe dita e diel, në fakt shenjat e dallueshme janë lodhje, këputje, kemi ndoshta në momentet kur niveli i kolesterolit të keq në gjak është i lartë, mund të kemi shtrëngime të gjoksit, kemi ndoshta këto qeset e syve, të nxirat, shkaktohen tip edhe duart ënjten, mund të krijohen tip qistesh të vogla, pra dhe këto janë shenja të cilat na shtyn ne ndoshta mirë. Na shtyn ne që të shikojmë, të kontrollojmë nivelin e kolesterolit. Po, mirë, në fakt folëm për armikun e organizmit tonë. Në fakt farë mënyrë kur ai është i keq, kur flasim për kolesterolin e keq, le të themi që kthehet në armik. Ka dhe vlera pozitive në formën e qelizave. Por kur e kemi në sasinë e duhur, e kemi shumë xhan sepse na bën mirë, na duhet. Edhe ky kolesteroli i mirë. Mirë, Anila, unë të falenderoj që ishe me ne, do të takohemi sërish javën e ardhshme. Ne të dashur miq, ndajemi nga studio e programit Jo Vetëm Kafe me rubrikën e Almanakut për të parë se cilat janë ngjarjet e rëndësishme të datës 3 prill ndër vite, ndërkohë që presim një mik tjetër të programit Jo Vetëm Kafe. Prill 1880 u formua në Shkodër lidhja mbrojtëse e Malësisë dhe qytetit. Ajo kryesoi nga komiteti me 12 antarë musliman e të krishterë, drejtuar nga Hoxha Sokoli. 3 prill 1914 u lind në Elbasan adetari demokrat Mentor Çoku, krijoi shoqërinë e Dielmërisë për të drejtat e shqiptarëve, e cila vlerësonte luftën me mjete diplomatike dhe politike për arritjen e të drejtave të shqiptarëve. Në krye të forcave nacionaliste në Ohër e Strug, me ardhjen e regjimit komunist, kuptoi se rezistenca ndaj tij do të ishte e pamundur. Kjo u bë arsyeja e emigrimit në Itali. Kur i kthye në atë dhe pas viteve 90, Mentor Çoku u nda nga jeta në 18 prill 1996 në shtëpinë e tij në Rom. Prill 1933 lindi në Tiranë Fitnet e Rexha, artiste e merituar, një ndër këngëtarët më të shquara të muzikës popullore të Shqipërisë. Fitnet e Rexha ka regjistruar rreth 200 këngë popullore të Shqipërisë së Mesme, vlerë e fonoarkivit të Radio Tiranës. Vdiq në Tiranë më 14 gusht 2003. Prill 1937 lindi albanalogu Henry Schatz, profesori i Universitetit Innsbruck në Austri. Bëri një vizitë treditore në malësitë e Veriut të Shqipërisë e më pas botoi librin Një udhëtim në malet e Shqipërisë së Veriut. 3 prill 1947 u lind në Tiranë aktoria e teatrit kombëtar Drita Haxhiraj. Për 25 vjet me radhë interpretoi mbi 50 role në karrierën e saj në teatrin kombëtar dhe 11 role në filmin artistik. Është nderuar me titullin artiste e merituar, që prej viteve 90 jeton me familjen në Itali.
3 prill 1969, një tërmet i fuqishëm goditi rrethin e Fierit, Tepelenës, Vlorës, Beratit, Skraparit dhe Përmetit, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale. 3 prill 1998, në Tiranë u zhvillua festivali i kinematografisë europiane, European Festival. Për herë të parë, ai u zhvillua në Saint-Étienne të Francës. Nismëtarët e këtij festivali ishin shoqëria Eurofilm me qendër në Francë dhe Artfilm me qendër në Shqipëri. 3 prill 2008, Shqipëria mori ftesën e antarësimit për në NATO. Ftesa për antarësim u konsiderua nga kryeministri Berisha mrekullia e lirisë. Një vit më pas, Shqipëria u bë pjesë e Aleancës Veriatlantike si antare me të drejta të plota.